Si të raportojmë një llogari në TikTok që është duke na impresionuar ose duke pretenduar të jemi ne për t'i bërë skem njerëzve. Do shkoni te profili juaj TikTokut dhe do shkroni tek tre vizat e bardha, aty ku thot Settings e Privacy. Do klikoni Settings e Privacy dhe do shkoni deri në fund, aty ku lexon Support. Do klikojmë Support dhe pastaj do shkojmë aty ku lexon Help Center. Dhe pastaj do shkojmë aty ku lexon Safety. Dhe do klikojmë Safety. Kemi opsionin që të bëjmë Report a Problem, pra të raportojmë një problem. E klikojmë Report a Problem. Dhe pastaj keni opsionin të reportoni një impersonation account, report an impersonation account. Nëse juve jeni në SBA, do klikoni formën që është account in the US. Nëse nuk jetoni në SBA, do bëni account outside the US, pra ku e keni hapur TikTokun. Te submit a request do zgjedhim report an impersonation account on TikTok. Dhe aty do na dalë opsionin të vendosim adresën e emailit. Do vendosni adresën e emailit tuaj, shtetin, pra country në këtë rast është United States, sepse po jemi nga SBA-ja, kush është duke bërë impresionuar të llogaria, pra do zgjidhni mua, do vendosni emrin tuaj të plot. Në këtë rast unë jam Marsila Bjauçak. Sigurisht që nuk ka space, dhe do vendosim këtu llogarinë që është duke impresionuar. Dhe pastaj do shpjegoni, dhe në këtë rast më shpjegova në anglisht që kjo llogari është duke dërguar njerëzve mesazh, po pretendon të jem unë për të vjedhur paratë e tyre. Do vendosë dhe një llogarinë që po impresionohet, në këtë rast llogaria ime është Marsila Bjauçak bashk, pasi kam dhe një tjetër që është me pikë në mes, po është llogari në anglisht, dhe pastaj këtu do bëj një foto të vetes time duke mbajtur kartën e identitetit dhe te upload file do ta hedh atë foto. Pastaj do klikojmë këto 2-4 orë do t'i bëjmë check, do vendosim emrin dhe mbiemrin ton, që në një farë mënyrë është firma elektronike, dhe do bëjmë submit.